10 qendra shëndetësore janë hapur në pika turistike të prefekturave Shkodër, Lezhë dhe Kukës që mbulohen nga operatori i shërbimit të kujdesit shëndetësor me qendër në Shkodër. Sipas drejtorit të këtij operatori, Visar Jerina, këto qendra janë hapur nga plazhi i Velipojës dhe deri në Valbon. Për qarkun Shkodër kemi Velipojen, Rjollin, kemi Thethin, kemi Bog, Razën, Tamar, kemi në qarkun Lezhë, kemi Shëngjin Tale, si mjet ashtu edhe Kisha Laçit, kemi edhe në qarkun Kukës, pikën turistike të Valbonit. Qendrat verore kanë filluar funksionin qysh me datën 1 qershor, janë me kapacitet plot. Kena marrë shtesë personelit rreth 80 vetë shtesë personel, domethënë mjek, infermier, shofera, autoambulancash. Përveç personelit shëndetësor është arritur që çdo pikë të mbulohet edhe me autoambulancë. Çdo pikë mbulohet me autoambulancën e vet. Domethënë bashkëpunim edhe me spitalet rajonale dhe bashkiake, edhe me ato që kanë qendrat vet. Shërbimet janë 24 orëshe, 24 orë është mjeku, infermieri, autoambulanca në çdo pikë. Po ashtu edhe sa i përket ilaçeve, ato janë siguruar dhe do të vazhdojnë të jenë falas. Medikamentet janë falas. Unë nuk di se ka pas problematika. Domethënë, as vjet, as si mjet nuk kena problematika. Lista medikamenteve të cilën e detyrueshme për me kenë, edhe bëhet me prokurim Ministria e Shëndetësisë, e bën me prokurim dhe furnizojnë të gjitha. Shërbimi është falas për çdo qytetar pa dallim. Domethënë, në rastet pastaj që kanë nevojë për trajtime më shpecializuar, drejtohen me autoambulancë spitalet rajonale ose bashkiake sipas. Ministria e Shëndetësisë ka garantuar gjithashtu mbulimin me helikopter në rastet kur turistët mund të kenë shqetësime në Alpe ku nuk mund të shkojnë automjetet. Drejtori operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor për 3 prefekturat e Veriut me qendër në Shkodër, Visar Jerina, tha se pushuesit vendas dhe turistët e huaj janë të mirëpritur në çdo moment të raportojnë në raste kur mund të kenë pretendime për shërbimin, duke u garantuar ndërhyrje të menjëhershme për marrjen e masave të duhura.